Çka të mësoj lufta nëse? Me vdek ma mirë si trim se sa si frigacak. I ke kthy fjalën ndonjëherë nanës? I bëhem të padrejt njëri tjetrit? Pse s'ka i në Evropë? Se një Evropë nuk është. A je milioner ajo? Nëse nuk dalë muajin e parë 1.001 frank, unë nuk vazhdoj. Kam pas fati me konë në radhat e njësitit e të Ersinanit në Divlog, s'ka nam të keqe. Suksesi nuk është për ata që nuk dështojnë, por për ata që nuk dorëzohen kur. Me mbrapa gjithë shikuesve që na ndjekin, edhe s'pari shpresoj që jeni mirë, bashkë me familje, për gjithë ata që na shikojnë. Jam në Zvicër, në Zürich. Kështu që afër meje kam një person I cili ka një histori shumë të veçantë. Përballë meje kam Nusret Laçin, apo si që njohin gjithë Kingji. Po, që pse thrasin Kingji e tregon masanej. Faleminderit mas pari që pranove Nusret. Përshëndetje. Faleminderit që ke ardhur na ke zgjedhur neve marrën në Zvicër për një vizitë. Jem të hapur me ju përkrah edhe juve, po edhe me bashkëpunu edhe me bisedu. Qysh kaloj sot dita? Qysh ka kalu sot dita? Sot dita e shton është ditë pak më e veçantë, për e premte edhe shtuni është pak më e veçantë se ka ma shumë klient, se përgatiten për që e thoj këtë në Zvicër uzgang me dalë. Për jashtim prej tjera ditë vella, tjera ditë janë të mira, po e premte e shtuni është pak më e veçantë se ka ngarkesë më të madhe klientë kena më tepër. Nëse arsyeja pse realisht jem përballë, unë e di që ke histori e ke çka tregon, për shkak se rruga jote nuk ka qenë e lehtë. Havet e tua nuk kanë qenë të lehta. Po kthena ke si I ri, në fakt. Çu ka qenë Nusreti? Për shkak se përndryshe shikues dashur Nusret Laçi ka qenë edhe luftëtar. Ish luftëtar. Po shiko, neve nuk mund të tham për Kosova. Kosova në atë kohë kur ishte në atë situatë kur ishte Kosova kishte nevojë për gjithçkan, jo vetëm për një, por për këtë. Edhe Kosova në atë kohë, unë si I ri 16 vjeçar, situata e ranë në gjitha format, edhe mua më dha mundësia me dhënë kontributin tem aq sa dita dhe aq sa mujta. Ti po maltretimet vujtjet e venit tem, nuk mora guximin se kisha 1 kilometër e gjys apo 2, e kisha kufine për me hik, me dal jashtë, sot ku jam këtu, ose me vazhdu shkollimet ose diçka, po e mora një rrugë pa kthim, që të njen gjithë shqiptarët krenar kudo që janë, nëse unë e vdesha. Ose kështu ishte njëti jam, lidhja. Edhe kështu që dashni Zoti unë e pështova, edhe sot që ku jam. Po nala pikërisht mas e filluam të pjesa e luftës në fakt. Ke pas frikë me shku me luftu? Frika Si 16 vjeçar. Frika është gjithmonë, nuk çdo kush që thotë s'kam pas frikë mundet gënjen, po është frika gjithmonë, po me të pase po vdes si frigacak apo si trim, është kënaqësia me vdek ma mirë si trim se sa si frigacak. Edhe kupton fjala dhe vepra që unë çiste mora atë rrugë, e lash frikën anash edhe mora rrugën e trimnisë, mora rrugën e lirisë, sot që e gëzon vend jam. Çka të mësoj lufta nëse? Lufta mëson gjithçka, bosh I pamvarur, bosh burr I kompletuar, se gjyshërit tonë thënë njeriu që nuk rri në ushtri, njeriu nuk duhet të martohet, se s'është I aftë për martesë. Edhe kjo kon e sakt ajo fjali që e kam thonë atko, edhe mu më bani të gatshëm për gjithçka, për familje, për biznes, I gatshëm për gjithçka. Ke qaj gjatë luftës ndonjëherë, kujton? Po, kanë pasur raste kur kam varros shok mirë që kanë qenë luftar të fortë. Më kanë dalë lët, jo në atë kuptimin qajt, po më kanë dalë lët, kam raste shumë ta. Po ato sun I cejke se tash flasmi këtë diçka tjetër, ato inshallah tjera herë. Nëse kthehemi pak te jeta, pastaj pas përfundoi lufta, kur dole në Zvicër. Apo çu ka qenë ai rrugtimi? Rrugtimi jam për Zvicër është në 2003, edhe nuk isha I përshtatshëm në atë kohë për vendin tem. Edhe kështu që
ishin rregla tjera. Ondra em filloj me moni kaje tjetër. Nuk isha ajo ondër sigur që androjsha që po kush jeton, kush shton prej luftës edhe kom jetu në atë lirit dinitetshme, filluan të ardhë ligjet, të ardhë shumë sene të ndryshu, jo në atë ondrën tem që androjsha. Këtë në formë tjetër, kështu që edhe unë mora një rrugë tjetër për shumë arsye tjera. Mase po ta fatin edhe isha kontakt me një vajzë, sot është bashkëshortja jam, I kam 4 fëmijë me ta, edhe kështu që krijova jetën në Zvicër pi 2003-s, që ku jam. Domthon shtet jo me dëshirë, nuk e ardhë me dëshirë. Po t'ishin në atë kohë ëndrat e mia mos vishin dilema se po vjen ditë ma keq, edhe one ndoshta sot gruan time kisha në Kosovë të jetu me ta, sa e pranoj që kudo që jetojsh mi bashkë. Nuk e zgjedhshme se unë kisha I përjetu në erë gurbetin mja ditë shijen. Unë jam kom personi I parë që kom u rrit gurbetin, se kom pas një vëlla për para në gurbet dhe nona gjithmonë me lëtë në sy të kajt ata. Edhe gjithmonë e kom u rrit gurbetin, pse po ma mundson zoti me ardhë, unë vetë në gurbet edhe mi po 20 kusur vjet, se kisha përjetu korë. Se kisha menu, jo me andru heq. Kur jem të nana, çka do të thot nana për ty? Nana është bota e çdo fëmijës. Nana është toka që lëvizëm hec. Ki shumë hadithe kuranore për nanën, 3 herë përmenet, kurse e 4 herë përmenet prindi. Nana është baza. Fëmija është edukimin që e merr bazë prej nanës. S'ka nanë të keqe. Nanë, gjithë shka ka, të lisha nanë ka, po nanë të keqe s'ka. I ke kthy fjalën ndonjëherë nanës? Me vetë dijet e më korri të sot. Po gjatë unë jam mundu të bajnë ma të lumtur se është. Nëse ka ardhë në 2002 në the, në 2003 në Zvicër. Çka qenë ai rrugtimi në Zvicër? Mujtë mu integru me nda. Po. Mu integru këto, për fat kemi pas gjeneratat më hershme që e kanë bajt gjallë Kosovën, arsimin, për krajnë e luftës, njerëzit, adhetar tonë, lëzrit tonë, motrat tonë, këto kanë kontribu, jashtëzakonisht shumë për vend lindjen tonë, edhe të ditë se kush jam, edhe kontributin tem të kalumën, ato që më kanë njoft, kanë përkro shumë, jashtëzakonisht shumë, edhe më kanë bështet, si kur e fillova biznesin 2007 si self-shtendik, e bona një firmë self-shtendik, edhe kështu që fillova me këtë profesion, që paralel, punojsha para luftës, ku morë zanat, edhe kështu që kur edhe në Zvicër e zhvillova këtë biznes, edhe kështu që më kanë përkra shqiptarët. Pa shqiptarë, sot nuk isha këtu ku jam. Ato më kanë përkra, më kanë përkra në këtë format. Jam shumë krenar me shqiptarë tonë, janë të integrum, që besa prej 2015-ës janë shumë sukses, shumë me qëto shqiptarë që I njone, shumica, që jemi rritë zbashkur gati këtu në Zvicër. Qysh e hapën fakt biznisin? Se e di historinë tonë, me një zyre ndoshta të vogël ke hapë, sot ki... është shumë shosharake që është nisa, shkova të një person nga Struga, ARB Konsult, është me sigurime mirë të në Zvicër, edhe shkova të ajta baj një sigurim edhe pyta thash po du të hapi diçka një biznes. E ja bone qëfar profesioni ki, thash I përmenan 2 profesioni që zbanë mi përmen, e tretin I thash në formë shakoje, thash me lesh, kurse ato I thëshin të Strugës një shpreje tjetër leshit, edhe më tha, po tallësh me mu, thash jes po tallëna me ty, thash po kështu e kem ne zakon, edhe kështu shprejen e kem, kurse Struga ka dialektin ma të pastër pak. Edhe kështu që masënena më tha, ngretu, tha, ta tregoj, tha veni, tha se me ty vesh po du, tha me hi luga, tha ma shumë. Dhe kështu që pja tjetë fillova, kam startu me 3 metre me 20, 3 me 20 e kam pas startin e një studio që kam pas. Një vjet e gjys kam punuar në atë studio, edhe prej atjet, masën e jam dalë me një lokal tjetër, kam kriju një 3 punëtori, kam morë në start,
Mas e prej atjet mos jam nal heq. Kam ndërru pikat, po jo prej që ti venit ku jena në Djetlikon. Ki veni Djetlikon si saloni Anita Coiffeur, do më thonë, është i njoftër këto në Djetlikon edhe gati më gjërë, gati këtë kantonit Cirit në gjofin Anita Coiffeur. Ku do që të shkoj, ato më njofin si Anita Coiffeur, njofin, na jena qetë kër jena konë të vogël. Ka gjeneratat të reja që janë qetë kër janë konë të vogël, sot janë për banka, ku qkojnë bankë, mirë precin, ma bojnë një shërbim shumë të mirë, që kam, ose në posë, ku do që të shkoj, kam një shërbim shumë të mirë. Jam shumë i mirë njës, për atë kontribut, për atë sjellje që e kom bon, atë shërbim që e kom bon të jeteneve ato sot të më kthejnë. Sa bukur. Një vjet, ke pas dështim mrena kur e ke hap, ke pas frik, ke fitu mrena një vite në biznes, për shkak se gjithë si përna ndjekin mendojnë që suksesi realisht mbrihet mrena mujeve, ose mrena 6 muje, ose mrena një viti. Gjatë këti viti ke dështu, ke shku në shpek e thonë, nuk di. Pika e më ka qenë, kam bon sënim vetë, nëse one mujën e parë, në atë pikë ku kam startu në fillim, kam thënë nëse one nuk më rri, nëse nuk dalë në mujën e parë, 1.001 frank, unë nuk vazhdoj. E ndërpreja. Nëse kalon 1.001 frank, i kam thënë ja vlen ki ven për me pas një kuafis tillë si korona. Edhe atëherë kam më kujtohet si sot, ajo ditë e parë, kanë qenë 1.550 franka start i parë, muj i parë. Dhe për mu, konë si kënë mi pas dhënë sot 150 e kusur mija, gjusë milion mi pas dhënë pare, se ka një mërgjinat shumë e papërshkrushme për mu, që po start me zhvillu. Se one ndjerin në babën e kom pas kuzhinjer, edhe kam ndimu edhe në kuzhin për para, kam pënu edhe natën, me ta e kom përkraj, kemi mbajt në do restorana atje, një restorant atje ku e kam vendlinje në Han Telezet. Edhe kështu që atje për atje, do më thonë, kam një ori edhe gastronomi. Po gastronomia ka regla pak më të rana këto, nuk është pak shlet me gastronomi, më ka një mirë fill. Kurse kuafizi janë pak letësirat, pak më ndryshe, po këto duhet më kam psikolog në kuafiz se këto nuk e ki vetëm me një qytet, ose me një lloj njerëz, do ki këtë lloj të njerëz, ki vjen kinez, indian, pakistan, këtë rasat e botës ki këto në Zvicër. Këto duhet më konë i gjithanshëm, këto duhet më konë mikë përec, duhet më konë ka gja cleaver për me arrit këtë na, për me dalë. Nuk është edhe në veç bona frizer, se shumë po bon unë frizer, po shumica janë edhe që dështojnë ose bojnë edhe hinë rrugëve të këshia për me vetëm me mbjetu. Unë nuk e shoh tjetë frizer të damtoj e dikan, ose tjetë frizer të bojnë punë të këshia se shteti këtu nuk të falë. Shtetit shërë, këtu në shtetit. Edhe jam mirë njës për këtë shtetit që ne kanë hapë dirë gjeneratës shumë arë se ne dhe neve, edhe kështu që na jep mundësi mu integruar me zhvillu biznes këtu në Zvicër. The kom punu edhe gjatë hapjes së biznesit, ke punu edhe në Branë. Ke mbaj dy puna? 2 puna ka mbajt. Ka qenë kjo ma shumë se 5 vite që ka mbajt 2 puna. 5 vite? Sa orë gjumë ke bo? 4 orë gjumë i ka mbajt. 4 orë, 5 vite? 5 vite, 4 orë gjumë i ka mbajt për me arrit sot ku jam sot. Do më thonë, s'ka njeri që jam mësin me më rrinë suksesin edhe që nuk jam rrinë, vetëm me punë të më rrinë. S'ka me dollavere, me kësi sanse. Mas pare, fëmija jëtë në të ardhmen nuk njetë krenar me ty, se qysh kime thonë? E kom vedhë shtetin, jam bon i pasën e ose jam bëjnë sukses shumë. Po kam punu, kam majtë 2 puna, jam bëjnë sukses shumë. Këtë formë, këta ja preferoj çdo kuj. Kur do me më rri, këto ka mundësi. Edhe kom pas për kras gruan, edhe gruja ka punu, edhe ja ka punu gjithë 60% që se kanale, kom pas fëmijë për kras, ma ka kuftu edhe botën, edhe thuhet një fjalë popullore, një burr i suksesshëm e ka një grua mbështetëse mbrapa. Unë kom pas një grua mbështetëse mbrapa që shumë ma ka kuptuar botën edhe sot që ku jam. Çka ke mësuar për bashkëshortës të këto vite bashkë? Ka mësuar më konë një prind i mirë, si shumica, si një numër sa më shumica që u zgangin me dalja vokanente, unë si kom ditë çka kanë. Se unë kom punu, se unë kur e kom mbyll lokalin, e kom mbyll ma herë deri 11 natës kom punu. Nuk kom pas shamull të shkaj në ta kryj sa ma shpejt punën, të shkaj unë i kom prit klient për mi e pregadit për mi dalë.
edhe kështu që diellën e kemi pas, ditën e diellën e kemi pas sikur ta kem familjar që mo çmall në 19 vjetë, se edhe shoqja punoj, punoj, kështu që jeta është punë. Një muj po shem, qatë muj me shfrytzu maksimum. Kur kemi shku në Kosovë, mo çmall me familjarët me këta. Pra, ke mësu prej bashkëshortës se çka është të jesh durimtar, çka është ta respektosh njëri tjetrin, edhe këto. Po, baza nan edhe baza grua janë gjini femrore. Për ato, sikur një nan që më ka këshillu mu, edhe aja e këshillon t'i kanë. Tu gjithmonë jam orientu se qysh se nona e më kanë femën edhe më ka përgatit mund që të formë sot ku jam, edhe ajo është femën që ajo nona e dikuj. Kështu që gjithmonë bazoja kalumën mrapa të nana edhe e din me respektu nanën, motrën, këtë aspektet, gjithnijën femërore, du më thënë, edhe shumë alet e kime. Sa punëtori ke sot? Ke fillu me 2 punëtor? Kam fillu me veti treti, kam fillu veti treti. Në fillim kam nejt 1 vjet e gjys vetë, kam punu vetëm vetë. 1 vjet vetë? 1 vjet e gjys vetëm vetë, mas 1 vjet e gjys pas e kam fillu veti treti. Edhe sot janë 7 punëtor, për moment. 7 punëtor? 7 punëtor në unitet. Kur të shkojmë përshimi zavendësoj, shërbej këto pari, klienti i pres, i pes për hollët e ti në komunikimet, shka ka mundësimi ju ndimoj, se kem nevoj, jem njerës, kanë nevoj njerëzit për këshilla, për gjithë shka. Jo që jam maj mire, po mundohem që ta luj rolin për maj mirë më konë, në pos një më konë shambull, si biznes, se këto biznese janë tash për tash e 5 vite janë hapë shumë, me rastin e luftës në Siri, janë hapë shumë po fize. Nuk është si për para me ama nimi kanë 3-4, tash është mu çdo cep mundësi, ku ka mundësi të punuat, atina veç e shati një kuafiz është hapë. Po gjithmonë me klienterë besueshëm, me njerëzit mirë, më thonë edhe mbjetër. E do punën? Pa tjetër, qysh e do punën edhe e ki suksesin. Sot qetë? Sot qetë edhe nuk nalna. Asnjëherë? Asnjëherë. është një profesion që është një art që ma do shpirti. Se kur kam fillu në fillim që me morë këtë art, ka qenë se është bo për Ahmet Boba, më qëtë ke përpara në shpe, në ato mundësi se kushtet e rana, qëtë ke vetë. Edhe prej atet kam fillu me qëtë vjetin. Edhe vetë di qëtëm, po ashtë masi janë mundësit me pas punëtor, kollekt punës, edhe e kështu që e qëtë me një tjetëre. Nuk e shfryzoj. Ma haret ku kom punu 1 vjet e gjys, ku jam qëtë vetë. S'kam pas nevoj me shku të dikush tjetër. Vetë? Vetë. Interesant. Me thonë prevoja e ndronë profesionin, më sënë. Zot, jem të prindit e babaj. Që ke marrë për babaj? Për babaj s'ko marrë profesionin, du më gastronomia, i ka qenë kuzhinier në atë kohë. Edhe, du më thonë, ka marrë shumë. Që të ka mësu? Po, punën me dash mësë shumë ti, se pa punë nuk ka rrjet. Edhe pse mi konë të varë për punën se kemi në alkor. Kemi qenë punëtor, kemi punu, sa kemi mund. Du më kemi punu, baba më ka punu në fabrikë kuzhinier, plus prej 4 të mëngjesit, shkojsh me një restorant, para luftës e kemi majtë gjellërat, i kemi përgatit ati restoranit. Kështu që one e kom përkrat prej në 4 deri në 7, prindi shkojke në fabrikë, prapë në vazhdo ke puna, unë shkojsha në shkollë deri 1 saati. Mase ku kthejsha prej 1 orë, mase ne vazhdojsha, shkojsha mjesha zanat, frizer, shikisha kime, mjesha zanat, shtunën dellën praznik që jetashin këti nesh, fillesha në fshatin me qedh, ku mu isha, ku gjëjsha, na i kanë që kish nevoj, e qedh. Atëre, sa ke pas shmimin? Atëre, s'pa shmim falas, vesh me përforcu zanatin. Po. Dikush tjep ka, mos tjep shën gjithë. Dikush shërbeke. Me zot, një pyetje, të gjithë njerëz të suksesshëm, të gjithë njerëz që janë të pasur, kanë ardhur prej varfënisë, se përmend varfëninë. Çka ka mësu varfënia edhe çka të ka mësu sot pasuria? Varfënia më ka mësu ma keq mos ka ku shkon, për ma mirë puna. Kjo është.
varfëria s'ka kush ka më maket, edhe e ke shaku në fune, edhe pasunia si të punojsh arrin suksesi, mojnë suksesi të si të punojsh. Si më s'punojsh, keme nejt prapë që ata. Unë nuk jam pajtu me varfërin, edhe pse në Jugosllavi në atëherët nuk na jepshin mundësi shkollimit, jo punësimit, edhe kështu që neve na obligu pa tjetër të bëjmë çmas se torturat, vujtjet, rrahjet, gjitha ishin atë kohë, edhe na bën pak ne dalëm mos të pajtohemi me ata që është, me atë situatë që është. Edhe tu po, domethënë edhe ne si vend ishmi në atë vendin honin të lezit ishmi ishmi praktikues të fesë islame, edhe njefshmi krijuesin më shumë. Edhe krijuesi neve na thonte që me një ilmihal kur të lexosh, thotë që aty ku ke le, po nëse hin në vështirësi veni, është duhet të jepsh kontributin. Që ai që e vdes është shahid. Fjala shahid është që vdes për me mbrojt drejtën tonë, vatonin tonë, familjen tonë këto. Edhe ne jemi konventonin. Ku i pa drejt si kemi bën. Na kanë bën pa drejt. Me shekuj. To është që Zoti e ndryshum historinë. Edhe sot prapse prap dënohen padrejtësisht, bën padrejtësisht. Nuk flitet për padrejtësitë që janë bën që thuan, po këto janë padrejtësi që Evropa gjithmonë e ka bën, edhe gjithë. Zvicra si Zvicër pëlqen vetëm për një arsye se pse s'ka në Evropë. Se një Evropë kush është. E pashna pëlqen Zvicra dhe pashna jam integru shumë shpejt në Zvicër. Se e ka po se shka është Evropa. Po e thu që Evropa na ka bote pa drejt. Pa drejt gjithë. A mendon që i kemi bote pa drejt ne vetes, shqiptarët, në mes veti, i bojmë të pa drejt njëri tjetrit? Gjithmonë kur ta imponon dikush, është lehtë me bën vetit pa drejt. Neve na u ka imponu gjithmonë. Gjithmonë me shprehje se ne jemi mikpric vendit tonë. Ne jemi vend për popull më mikpric në botë. Plus ne religioni jon s'ka, ne s'kemi përçarje vëllazërore me katolik, ortodoks, me këto. Ne jemi këtë një trup. Jemi ndo në rrimën si cili që ka zgjedh. Nuk na imponohet përveç se çka dëshirojmë ta morëm. Kjo është dhuratë që se ka çdo këmbë. Edhe llogaritë Zvicra si Zvicër, për shembull kemi bën, i kem mbi 280 xhami i kem në Zvicër. Domethënë janë shqiptare, nuk janë raca të huaja. Edhe muj me thonë vllai tani zë muj me konë raca të huaja turke, arabe, apo mbi 280 janë shumica janë shqiptare. Çfarë lutje bën tek Zoti? Lutje baj te Zoti, o Zot, më shiron, nëse vdes, më shiron me xhenet me parajs. Nëse jetoj, zgjedh ma rrugën më të mirën e bamirësisë mbi jetesës. Edhe ruma popullin tem, sikur i ke rujt robët e Izraelit në kohën e Musait alayhis salam. Që ka hop dietin në histori, njëherë ajo tokë ka po dielli. Lidhja jote me Zotin kur ka fillu me qenë e fuqishme. Ke pa ndryshime? Që kam pa ndryshime se une që kisha besimin te Zoti, kur jam shku 16 vjeçare, vresha atë dashurinë më të madhe se ketë ato që ishin atje. Ato djem, ato burra, ato motra që ishin në atë vend ku shërbeshmi. Pse nuk prit, unë çajsha me mor pjesë më konë në atë vend aty ku lepke me më konë. Kurse ato më shefshin mu sikur i person i pa ndjenjë ose pa frikë vdekjes. Se desha lirin më shumë se sa vjetër. Masë na ashtu ishte koha. Dhe atë veç lidhja me Zot bëhat. E ke harru veten ndonjëherë? Kur rjeç. Edhe këtë më thojnë a i ke ropi shmonit ata, çka e ke bërë? Kur rjeç se Zoti ka programu ato sana. Si kam programu mu. Qohet këtë botën taj mi e kondër kur e jam në rrugën e Zotit se kam problem. Sot e merr prapë armën nëse është nevojë. Nuk e marr armën, po e flijoj jetën. Se arma është vetëm një mjet. Kurse arma e gjuhës është një mjet shumë i madh se sa një armë. Ke qenë bashkëluftetar i Tahir Sinan. Po, kam pas fati më konë në radhat e njësitit e Tahir Sinanit në Divlok,
Edhe Tahiri është një heroj i pa shembull, domethënë shqiptaria rrallë që thuhet, si Tahir Sinani, domethënë si një epror që i ka përgatit, ka pliju gjithçka për më konë Kosova e lirë, populli shqiptari i lirë. Ai ka qenë edhe pjesë 3 luftra në Preshevë, Maqedoni. Unë kam mësu shumë pi burrnisë tina, edhe kam qenë një person shumë afër tina me një kohë caktuar, edhe jam shumë falënderues Zotit që më ka dhënë mundësi më konë ushtari tina. Mban me ndonjë fjalë që të ka thënë? Për e tina moj men shumë, po tashti ser që ta përmeni ata, unë vetëm e rikthejt kalumën në dhimbje, se popullit tonë i mungon një Tahir shumë. Si Tahir Sinani mungon shumë popullit tonë, sidomos kohën që është të përgatit FSK-ja, prej të më kënë FSK-ja, ka pas nevojë një general tillë me pas Kosova, e me përgatit alo ma tepër. Ball janë të përgatit, ama ajo ka diçka dhurat prej Zotit për popullin tonë shqiptar që e kemi pas. E lësë Zotin ata ta më shëron parajsën e shehidëve. Amen. Çka mendon që ka pas Tahir Sinani? 3 armë të fuqishme që po thu si e përër, që na i është dasht, përveç guximit ndoshta. Po ai ka qenë për ushtri gjithçka. Ai nuk ka qenë vetëm, domethënë, ai ka qenë edhe shok. Ai çaç me trimnien e tij, çaç ta mjell ku është Tahirin, aty është fitoria e çdo betejë. Në ku merr ke pjesë Tahiri, aty nuk është që bëhet se ushtri vullnetare ka qenë, ajo nuk ka qenë ushtri e rregullt ose ushtri vullnetar, edhe s'ka për shkrim ajo lëmja ato që janë konë ushtar tina, ato e din kush ka qenë ai, edhe fshan ndjenjë o konë shpirtërore më konë ushtar ose afër tina. Emnin ose nofkën po e quaj Kingji, thrasin, njohin njerëzit. Kur jam shku atëherë në atë kohë, ka qenë me pseudonime, se ishmi e funit në 98-ës, ishin alo koha se nuk u njefshim vendin tem, alo lëvizshin forcat e Jugosllavisë, për mos më rreziku familjarët, u zhdosh me ndru, më dhon pseudonimi, si kom ditë ato rregulla i kam mësu atje, se kështë lëvizje, atëherë shërbimi i UDB-s funksionoi që ke shërbime, mund ke me ta marr prindjen, nanën, vllavin, që kisha të vogël, mund ke me marr dikan si shkëmbim o dërzoje o po ta mysëm. Kështu që ma vëdhën preferu me marr një pseudonim, edhe këtë pseudonim ka dhuru Bacitaf, ka qenë kuzhinier, tash është i ndjer, unë jam kam shumë momente me Bacitaf, kur më thënke Kingji but, i thidh dhe nana Kingji Tegër, edhe pep, unal ke s'fol ke ma shumë, e gjithmonë më ka ledhatu shumë, prej gjithë ushtarë më ka ledhatu shumë Bacitaf. E lësë Zotin edhe ata ta më shiran, gjithë ato që kanë dhënë kontribut, edhe japin prap kontribut, e lësë Allah që të më shiran e t'i udhëzon t'i forcon. Nëse po flas, me cilë bashkëluftetar kështë pas dëshirë, ta kështë pas një drejk me ta, që sot nuk jetojnë. Që nuk jetojnë, po. Edhe çfarë ju kështë pa? Spari kështë pas dëshirë drejk, ato që nuk jetojnë, numër 1 ka qenë Tahir Sinani, Mollaj Kovasipi, Ismet Jashari, kena Xhavet Kozhanin, që kam varros me dorë të mia, edhe kam shumë shok, po nikosisht kam edhe dritorin që më kanë vra, masi u këthi në shpje, në bord shpje, se kanë vra në gjithë bo, ka fër loken. Se imi rrit bashkë me dritorin, e kam një përkujtimet nuk harron me dritorin që shkimi kalu, momentet kur i kam thonë, unë kam lidhje me grup, me njerëz të QK-s, mujmë të bashkohemi, mujmë të shkojmë atje, se veç isha unë i kyqen, edhe pa durim ka pasar, jam konë veti 6 e i këm pas morë, pas shku me si grup, si skuadër atje. Ka një histori në vjetë, po... Çka ju kështë thonë? Po ti kështë pas, fjalla e parë që ju kështë thonë. Ju kështë thonë që ne ja dollëm? Jo. Ne nuk ja dollëm? Nuk ja kena dollë. Jo. Ja. Se betimi është bon për truje shqiptara.
betimi nuk është bon për trojet coptimit, se janë coptu malo. Kena Medvegjën për shevën Bojanoci, kena Maqedonien, e kena Çamërien, ne ku do të trojet, kemi bo një betim pa thyshëm. Qaj betim neve sot, qaj betim çdo fitore që kemi bo për qatë betim. Se kur kemi nisin në atë kohë, masi po do me shvillu ma shumë këtë debat, edhe pse s'kam qef të flas, ne kemi thonë ku ne nisëm të punoj ma shumë për ma tepër, se kemi menu që kena me bon puna lo ma të madhe, kjo është nisja e luftës, kemi thonë luftë e vogël është. Se kam qenë edhe në Preshevë pak, edhe në Maqedoninë, tanush, në 3 pjesë kam morë pjesë ka parë, ama nuk e kemi bërë ata në çka duhet. Pra, cili betim ka qenë i ushtarëve? Betimi me shliru venin tonë, ku do që t'janë shqiptarë që folet tokë të vetën shqiptare, që folet shqip, më koni lirë, mos më koni robërum si këtë ka qenë më herët. Gjizi, se s'po kam dëshirë tash edhe me të butë shumë pjesë të luftës, po e bukur është që po bojmë bashkëbisedim, e kemi një mix bashkëbisedimi. Si je si baba? Si baba jam tolerant, pse punoj me to qash sa mundëm, dhe jap dashuri, marr dashuri prej fëmijëve, po këtë dashuri që jap se e din se maksimumin e kom bon, se e din fëmija ma mirë se ketë, se sa kom bo për fëmijët me, dhe sa jam mundu me bo. Ato janë krenar për gjithë shka. Sidomos kur shkojnë në Kosovë, kur takojnë njerëzit me që kam bo për Kosovë, ato e një vjetin shumë të lumtur. Çka të ka mësu Gurbeti? Gurbeti më ka mësu për me punu ma tepër, për me punu sukses ma shumë. Do më thonë se vetëm Gurbeti, Gurbeti së një thu mos zisë, se jemi bo një Kosovë vogël këtëra. Këto i kemë gjithë shka, kemë shqiptare, kemë restorane shqiptare, kemë gjithë shka. Do më thonë, zisëm ne ka thonë qash mundësi në madhe mu integru që shumë pak e një që si jenë mentone. Vetëm e lësë Zotin që ne më sta humbin gjuhën. Edhe njerës si shqiptar musliman, si shqiptar katolik, i kësha lut që e të mbohën ato që janë muslimanë në bëhen për xhamien që mos të asimilohen, kurse edhe ato nëse janë të lehtë për kish nuk asimilohen lehtë. E nëse si i lidhen mas me xhamia as me kish, lehtë e ki mu asimilua. Më bo masene neutral, mos me të interesu as për këmbë, as për fe, as për vatan, as për kurrë heq. Atëherë s'dihet që me thonë as shqiptar, së në thot njerëms. Që i ju për këtë sanë. E ke vetëm këtë biznes? Apo ke kam këtë biznese që zotroj, i kam edhe 3-4 kompani që i janë përfaqësues atë kompani, atë produkteve që janë të Kosovës. Është Palloma të lakta janë Happy, janë Kosovë, janë 4 partner, janë shumë suksesshëm, janë shumë djemë të mirë. E kanë hapë vitin e kaluar edhe në Shtetet Arabe, kanë hapë fabrikën e dytë, kurse në Kosovë janë zotrojnë një fabrikë të madhe mbi 10.000 hektar. Janë shumë firmë, masë ne kena firmën e dytë që përfaqësojmë, kena Baufixin në Suarek, edhe ajo është firmë shumë e madhe gjigante. Jam përfaqësues i shitjes, prezantimit firmës, jam unë për Zvicër. Masë ne kemë edhe do firma të vogla që i kam shumë, një pasagjarët janë, e tashti konkret i kemë qëta. A je milioner ajo? Jo, jam qytetari i thjesht, normal, me një rrok, pres një rrok, si që gjithë tjerë. Milioner në shpirt, po, amo në financa, normal jam. Normal. Nuk ka ndryshu kur? Ja, thjeshtësien e kom lutë gjithmonë për i Zotit, thjeshtësien e kam lidh. Sa ma i thjesht, sa ma i dashur. Vim edhe qethmi, sa është një qethje për shqiptarë, në fakt? Për këta që jetojnë e din, por është tash vizat në u kanë hjek, vinë shqiptarë, kemë qef me vizitu, me arë, mu qetë. Këto i kemë qeth jetë gati ma të lirat prej gjithve tjerve, se të bazu se i kam 60% ose 50% i kam shqiptarë,
si kliente, edhe i kam qetë 25 franga, një qethje normale. Masë i kam rrojet me bresk 25, me maqinë, nisë janë 2 format të mjekra, me maqinë edhe me bresk, me gjilet që them ne. Ajo me bresk është 25, kurse me maqinë o 15, larja është 10 franga, kurse kur e lajmë krytja bëjmë edhe frizurën, inkluziv në gjata, dhe që të janë çmimet relevante. Ka mundësi për shembull në orë dikush edhe nuk ka ndoshta para e bëni këtë pjesë të cilën po ndodh dikush e harron kuletën ose se ka kartën ose diçka, po bëjmë se jemi njerëz, edhe ne thonë mujnë me ndodh, edhe ka ndodh. Ne nuk kemi met në riskin e qasaj e se bëhet ai milioner me çat 25. Një herë ndodh te një person, ne bëjmë tolerim. Të dyta herë nëse vjen ja tërheq mi vretin tretën, nuk mundet me ndodh se nuk është edhe arsyeshme me arsyetu as veten as klientin. Nëse sot i ke 7 punëtorë në fakt. Ndryshojnë çmimet e 7 punëtorë, për shembull, ndoshta te 7 është njëjtë, po me orë ti mos është më shtrejt atë njëjtë. Ja, njëjtë. Thjeshtësi. Ma mirë thjeshtësi, punë, kvalitet, mirëpritje, këto i ka salloni. Jo klienti me pa si kur monedhë, me pa 25 frankë, po klienti me pa si kynik, si mëret, që mu shërbejemi një vjetin komod, se çdo konsone se gjonë që të mikpritje. Ke plan të hapesh në Kosovë? Në Kosovë e kam hapë një pub me emrin e njëjtë? Po njëjtën emër Anita Coiffeur, atje kanë punu 2 nipa më herët, njëri është arqë një 2 vjet në Zvicër, kurse vesh tjetri i vogli është atje, zotëron punën coiffes. Mirë, është turhec. Jam krenar që paktën e ka gjithë vjetën, se atje krin studimet ka manjerë bënd. E kështu krin studimet bare të bënd frizer. Së është të theme vesh ka manjera me fakultet me të qitë makjata. Po me të bënd dhe frizurë me fakultet. Po përveç, besoj të hani e lezit, apo? E ke? A ke në Prishtinë? Jo, ajo është në Prishtinë. Në fakt është në Lipjana, ajo. është me një preferim drejtim të aeroportit ku shkesh. është ofër fotografës tjetët atjena. është 5 vite tepër është, ma shumë se 5 vite. Po gjithë ata që na shikojnë, besoj e kujtojnë kur të shkojnë. Kur të shkojnë, të kujtojnë ty. Po, të kujtojnë mua. Po kam shumë klientë se për darës me përgjithsana, ku mua mund është me arë në Kosovë, mund është me na shërbej në Kosovë, gjithmonë ku më rentu, se unë shpesha kur shkoj atje, i moj pak atje fjalem nipet se qysh tek, edhe ai pregadit, edhe ai ka prej tina janë ndol një 2 frizerat mirë, kanë ndol djem të ri që kanë marrë zanat prej tina. Një u shku për Prishtinë, një u shku tjera ka, domethënë veç kryesorja prej durve tona kanë ndol. Emrin Anita. Anita në 2005 ku më ka lindë, për timia nuk është prit fëmijë, se i programum për liri e për kësisana, edhe kur më lindi vajza, atëri t'kesha qef të abajnë që të mburret, kur të rritet, me thonë që e prind jam ka ardhë, pa ja dhe pa najnë, bani diçka për mua, bani një jamën. Anita është emri i vajzës, dhe gjithmonë zistrantë kur janë ardhë kanë pyet, ku është Anita? I kam thonë Anita është ka rritet, kurse une jam të zhvilluar. Çfarë këshille doja japësh vajzës? Vajzës, këshilla jam gjithmonë ka qenë më konë besnike, e sinqartë, dhe me pas besim krijuesin në rregullat e ligjit krijuesit Zotit. Allah xhashano. Edhe po vim ka fundin fakt një. Çka mësove prej këtij salloni në fakt? Ose prej ata që vinë çetën tek ti? Prej këtij sallonit kam mësuar shumë, se kam mësuar me shumë ngjyrën atë njerëzve, kanë hasna për dorë të mia, me shumë kultura, edhe kështu që për çdo sent ta bie një dije, ta bie një shkollë, ta bie një aftësi. Kurse ke profesion, kam thonë, njeriu që e don këtë profesion me shpirt, ka sukses. Nëse do më konë një frizer i mirë, i sinqert, dush më konë i thjesht, modest, për me arrit. Do kthehesh ndonjëherë në Kosovë? Po shpresa vdes e fundi, gjithmonë të shpresu do të kthehena këtë vit në atë vit. Shpresoj që do të kthehena, më kur se di as vetë.
Veç shpresoj shumë shpejt ka më kthi se Kosova unë ka zhvillohet më të madhe. Kosova me të paktën me mujt me shiu edhe pakat sa kena metë, edhe nëse gati unë i kam kalu mbi 40, edhe kështu që me shiu edhe paket Kosovën. Pra Kingje, përgjithësisht që na shikojmë fakt gurbeti është ai që të mëson që deli gjallë prej vendlindjes e të kthehet trupi i vdekur në vendlindje. Po Muhamedi a.s. nëse kthehemi pak në fe, Muhamedi a.s. ka thonë është fal një gjenazës, ja ka fal gjenazën edhe ka thonë po pse pja fal një qytetar i thjesht, ka thonë kjo është një gurbeçar, ka thonë që ka lënë familjen, ka u thu kjo është një shahid. Edhe do të thojmë që ne jena shahida nëse hezmi marë. Ne jem shahida qaq kilometre, ka thonë Muhamedi a.s. e kena vendlinje lartë, qaq gjënësirë në kena me pas në parajsë, kush beson në ahiret edhe në xhenet. Në fakt, faleminderit shumë që pranove me qenë pjesë e emisionit. Çka ju kishe thonë gjithë shqiptarëve që po na shikojnë? Shqiptarëve të Kosovës, përgjithësi kudo që janë shqiptarë, i kisha thonë duaj Kosovë, puno për Kosovën, edhe mos shaj Kosovën, se shumë të rinj e morin synim që i penina për media që po thonë du të dal jashtë. Jashtëja është kesh synim shka me bon, ku po do me shku, sot e ki Kosovën e lirë, mos t'ja plotësojmë ëndrrën e ish Jugosllavisë, Slobodan Milošević që ka dashur mi çfarros, mi qit jashtë në popullin tonë. Sot e kena lirinë, sot e kena mundësien, kush nuk të mundës. Pastre kopshtin tanë, masi ta pastre kopshtin tanë, dilë pastre kopshtin e tjerve, pa e pastru kopshtin tanë, mos dilë me pastru kopshtin e Evropës apo vendit huaj. Këshillë e bukur në fakt, një këshillë e bukur për gjithë ata që na shikojnë, kështu që duhet të qëndrojmë, duhet të rrim spaku. Faleminderit edhe pitje që ke orë nga ke vizitu prej Kosovës këtëna, jam mirë njës, falenderus prej te që e ke vonë gjithë këtë mund. Falenderit fakt prej te realisht, edhe trujt Zoti bashkë me familje. Falenderit. Pra shikues dashur, erdhëm deri tek fundi, edhe ju tregoj një histori shumë të shkurtër në fakt. Emisionin e parë që kam hap ka qenë pikërisht ky person i cili më ka hap dyert, i cili ka thonë nëse nuk ke asnjë mysafir, unë do jam aty për ty. Kështu që prandaj sot të falenderoj. Nuk e harro, jam mirënjohës në fakt. Faleminderit. Veç suksese. Faleminderit shumë. Kështu pra shikues dashur edhe një pyetje në fakt. Çka mësove për këtë bashkëbisedimi? Ma riktheve sikur ti je në Kosovë. Kjo ma kthejte sikur nuk për një vetin që jam në Zvicër, për një vetin që kam marrë në Kosovë jam të dhënë intervistë. Pra shikues dashur, faleminderit juve. Faleminderit dy bashkëpunëtorëve të mi, Events, Films edhe On Set Music, ashtu falenderoj edhe J.com. Nga ky bashkëbisedim bashkë me Nusret Laçin apo i njohur si Kingje, mësuam që nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë. Nga zero sot ka punëtor, sot ka kompani të ndryshme. Prandaj nëse ke synime, vetëm fillo, të duhet vetëm një hap. Pastaj hapat e tjerë vazhdojnë vetë. Falenderoj edhe juve, ju ruajt Zoti çdo hap të jetës bashkë me familje.